Nuk kena akses që muna me ta bo zgjidhe. Pretekst për mos me marrën punë. Allahu i sprovon njerëz të fortë, ndërsa të dobët i lënë në hije. Ka pas raste në fakultet, kërkush nuk më ka pyet, domethënë, edhe pse unë devon e kom pas në tjetër llonget. Tash tjetër. Okej. Asnjëherë s'm kam pyet kur momentin kur kisha me bë detyra ose diçka, thëshën pse diçka ki ndorë. Kolegët në fakultet, ose dikush që të shenë rrugë, për shembull, çka ki ndorë nëse i të prit autobusin ose diçka në market, më në pyetja por çka ki. Që ty në, domethënë, bja me përsërit historinë që shkarë dhe që gjendje që jam tash. Do të thotë, ka ndodhur raste me të pyetën ndonjëherë, se ju intereson, edhe na jena shumë kurrështar, kështu e di që çdo gjë që është shumë më pak të zakonshme, pyesëm. Na myt kurreshtja me ditë deri ku ka ardhur deri këtu. Edhe kush kam pyet me siguri gratë, femrat, se janë pak më shumë kurreshtare. A mendon që me do është nesër mas nesër me punu në për institucione, çka do tjetër, nuk ka me të pezullu për shkak të lëndimit të dorës apo çka do tjetër, dhe je shumë e sigurt që këtë punë të tjera mund të përfundu. Mendoj që po veç nëse ata vetë si institucion nuk menojnë që dojnë me e gjithë. Një pretekst për mos me marrën punë. A je interesume edison për shembull nëpër institucionet publike, edhe në cilën a ke mendu ndonjëherë, a ke ndjek ndonjë konkurs? Kom ndjek konkurse, kom pas takime me disa. Njerë kanë thonë, po në momentin që ja kom qu konkursin, kanë thonë, ja nuk mujna me të bo zgjidhje. Me çfarë arsyetimi? Pse njerë, në momentin kur e kisha takimin e parë me disa prej politikanëve, nëse është thonë me përmend emrin apo jo. Jo, shujdush. Jo, s'ka, s'është pa tjetër, sepse s'pëna interesojnë ata heq realisht. Edhe të ka thonë që ka më mundu me të bo zgjidhje me ta gjetë një vend punë. Në momentin që ja ke qute një konkurs që është institucioneve shtetërore, ata kanë thonë, ja, nuk kena kritere, nuk kena akses që muna me ta bo zgjidhen për qëtë punë. Por me gjithat ke insistu? Po. Edhe ke apliku? Po. Edhe asë njëherë nuk e ndalë, apo jo? Edhe unë të inkurajrë mësë më dalë kur. Sepse kur të kërkom punë, njërë dhe e gjenë. Edhe kjo e ka tërgu dhe faktin që ke punu ku do tjetër. Apo me apë një mesazh për shikuesit tonë, edhe po t'la pak kohë me mendu, për gjitha ato vajza djemë që kanë qenë edhe luftëtar, ish luftëtar, po që s'kanë qenë luftëtar në fronte, që kanë pësu nga lufta edhe si rastin tonë, edhe si gjithë shka tjetër, që me vazhdu, me ecë për para edhe më inkuraju sot nga Elisona. Pa morë parasysh se çfarë ju sjell jeta, pengesa apo vështirësi nuk ba më dërzuar se herë, sepse Allahu i sprovon njerëz të fortë, ndërsa të dobët i lënë në hije.